Ndërkohë, udhëheqësit e kontinentit evropian takojnë sot me përfaqësues të shteteve europiane që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian për samitin e Komunitetit Politik Evropian. Kosova në këtë samit përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani, Serbia nga Aleksandar Vučić e Shqipëria nga kryeministri Edi Rama. Komuniteti Politik Evropian rrallë vendos për çështje, por duke pasur parasysh se krerë shtetëror të kontinentit përjashtim bëjnë ata nga Bielorusia, Rusia dhe Vatikani, do të mblidhen me një vend për 6 ose 7 orë për takime politike. Nga kjo ngjarje mund të dalin përfundime interesante. Pritet që presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të jetë i pranishëm dhe duke qenë se kjo është një mbledhje zyrtare e BE-s, ftesa i është dërguar dhe kryeministrit të kontestuar të Gjeorgjisë. Pas zgjedhjeve kundërthënëse parlamentare të mbajtura në Gjeorgji tetorin e vitit të kaluar, Brukseli vendosi të ndërpres kontaktet e nivelit të lartë politik me Tbilisin, një vendim që shumica e përfaqësuesve të bllokut e respektojnë. Udhëheqësit do të qëndrojnë në mënyrë të përforcuar Ukrainën, situatën e përgjithshme të sigurisë në Europë, si dhe të bëjnë Europën më të fortë dhe më të sigurt në situatën gjeopolitike me të cilën përballemi. Përveç sesionit të Komunitetit Politik Evropian dhe kohës për takime dypalëshe, udhëheqësit do të ndahen në 3 grupe punuese për tema që kanë të bëjnë me sigurinë dhe rezistencën, kërcënimet tradicionale dhe kërcënimet e reja, siguria ekonomike, reduktimi i varësisë europiane dhe emigracioni. Kontrolli efektiv i flukseve migratore do të jetë një tjetër çështje e rëndësishme. Diskutimet për temat e fundit pasqyrojnë një tendencë në rritje të kontinentit drejt një qasje më të rrethë ndaj emigracionit, duke u larguar nga një politikë më liberale dhe duke vënë në pa kontrollet kufitare dhe luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Për shembull, teksti të cilin e ka parë Radio Europa e Lirë pyet kur duhet të përqendrohen vendet e Komunitetit Politik Evropian përpjekjet për të përshpejtuar zbatimin e zgjidhjeve të reja dhe novatore, përfshirë edhe me vendet e origjinës dhe tranzitit dhe si të sigurohet kthimi efektiv dhe dobimet më efektive të shtetasve të huaj që kanë rekorde kriminale. Pjesëmarrësit në takimin e 7 të Komunitetit Politik Evropian janë të ftuar të marrin pjesë krerë të shteteve ose qeverive nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe nga Shqipëria, Andora, Armenia, Azerbajxhani, Bosnia-Hercegovina, Ishujt Faraoj, Gjeorgjia, Grinlanda, Islanda, Kosova, Liechtensteini, Moldavia, Monaco, Malizi, Maqedonia e Veriut, Norvegjia, San Marino, Serbia, Zvicra, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar. Takimet e ardhshme të Komunitetit Politik Evropian do të mbahen në Armeni dhe Finland.